kontrolli pra edhe denoncimin e personit me origjinë nga Lezhë dhe që vendodhej në zonën e Maliqit në policinë e shtetit, duke thënë se kemi të bëjmë me Violant Braçellarin dhe konfliktin që ai kishte me të dhe që fshihej në një zonë malore, pra disa kilometra larg fshatit Maliq dhe të paktën sipas policisë është rreth 1 orë 30 minuta larg edhe zonës së banuar ku fshihej edhe Violant Braçellari. Pra ka qenë ky zanafil ku policia ka mundur që të bëjë këtë aksion për kapjen e tij, por një aksion mund të them që solli këto pasoja të rënda pa duke u ndalur edhe tek gatishmëria e policisë, pavarësisht se kryepolici Hita tha se kanë qenë 40 efektiv, si duket, pra duke qenë edhe në mosdjeni të forcave Reneja, në mosdjeni të forcave operacionale, por me ndërhyrjen vetëm të forcave të Shqiponjat, të cilët pavarësisht se janë të pajisur me armë, nuk kanë trajnimin e duhur për sa i përket kundërpërgjigjes apo ballafaqimit me një personazh të tillë siç ishte Violant Braçellari, pra një person që është ish ushtarak, një person që i njeh jashtëzakonisht shumë mirë armët e zjarrit dhe që vazhdimisht faktën sipas banorëve dhe deklaratat që janë marrë nga banorët bënte edhe qitje në zonën ku kishte ndërtuar edhe stanin. Në fakt në ato stan është faktën prej rreth më shumë se 5 vite zhurma e ndërtimit, pasi aty janë krijuar të paktën 15 struktura që ishin vendosur qoftë me mjete rrethanore apo edhe me mjete të cilat ai kishte mundur t'i siguronte në mjetë ndërtimi, pra që kishte mundur t'i siguronte në zonën e Maliqit. Pra nuk është një bazë ku ai qëndronte vetëm për pak kohë dhe më pas largohej, por është një bazë që vazhdimisht përdorej nga Violant Braçellari, ku së fundmi pra jetonte edhe me nënën e tij dhe ka qenë pra pikërisht edhe nëna e tij në momentin e ngjarjes, paktën sipas të dhënave që kemi marrë nga policia, dhe ky stan kishte vite që përdorej nga Violant Braçellari. Dua të ndalem pak edhe tek një moment tek ndërhyrja e policisë së shtetit. Kanë qenë të paktën 6 efektiv që kanë tentuar që të avancojnë brenda stanit të Braçellarit për ta kapur apo për ta neutralizuar, pasi kanë qenë pra orët e para të mëngjesit, ndërsa pjesa tjetër e policisë, prandaj flasim me shifra pra që e theksoi edhe zoti Hita, pra kryepolici Skënder Hita, kanë qenë të shpërndarë rreth e rrotull të gjithë zonës dhe në tentativë për të larguar pra Violant Braçellari ka qelluar në drejtim të tyre. Në fakt nga kontrollet që kanë bërë, pavarësisht u përfol për një arsenal armësh në zonën ku ka qenë pra i vendosur edhe stani i Braçellarit, është gjetur vetëm Kallashnikovi me të cilën ka qelluar në drejtim të policisë së shtetit, pra në drejtim të forcave të Shqiponja të policisë së shtetit. Pra ka qenë vetëm momenti që ka qelluar pra në drejtim të tyre dhe nuk ka pasur armë të tjera zjarri, paktën nga ajo se çfarë rezulton nga kontrollet e policisë së shtetit që kanë ndodhur edhe në zonën e Maliqit. Për të ndalur tek pjesa e stanit, në fakt që ka qenë edhe pjesa ku ai jetonte, dua të theksoj se vazhdimisht ai bënte furnizimet dhe që i merrte furnizimet në fshatin Maliq, por edhe në zonën pra përreth për t'i vendosur në stan. Në një tjetër operacion, nga ajo që kam të konfirmuar nga ana e policisë së shtetit, ka qenë një operacion për kapjen e tij, por për shkak të zonës së thyer malore ai ka mundur që ta arratisej, ka pas dyshime në atë kohë